Për çështjen e mishit, në përgjithësi, a qoftë mish pula, mish lope, mish viçi, ne dim çka lloj mishi e kemi haram si musliman me hangër. Çështja e mishit që pritet ose mishit që blehet te jo musliman. Haja e ehlul kitab quhet, atyre që i ka dhënë libri, në islam është e lejushme. Parimisht po është e lejushme. Nëse ti shkon edhe blen mishin dhe je sigurt 100% që ajo pul nuk është pre, po është mbyt dhe je sigurt 100% flas, atëherë nuk hahet, sepse e mbytura coftina në islam nuk hahet. Po, ne nuk e dim. Ne dim që ato pritën, ne dim që theren, dakord? Kështu që e marrim si halal. E marrim si halal. Vetëm në rastin që 100% jam e sigurt që është e mbytur ajo kafsh ose ajo pul, atëherë nuk e haj. Por në rastin që unë nuk kam dituni dhe di që ato theren nëpër ato vende që janë caktuar për të therë, atëherë e merre dhe bën ti bismillah. Por në profeti alayhi salatu wasalam i kanë pru profeti alayhi salatu wasalam jehudia i ka pru mish. Dhe i ka thënë Aisha radhiyallahu anha i ka thënë profetit alayhi salatu wasalam ja Rasulullah, ky mishi për jehudis çka të bëj? Ka thënë bëj ti bismillah. Bëj ti bismillah. Prandaj kur do shkosh marrësh mishin, e merr si mirëqen atë aspekt, domethënë si halal. Pse? Që e kanë mbyt, po e di që është pre, atje kur është pre, në fabrikat e ku janë ato vende që priten, kështu që inshallah nuk ka diçka, dietarët e kanë leju. Dietarët e kanë leju, vetëm edhe përsëri zeko, vetëm nëse je sigurt 100% që e ke pa me sytë e tuaj, që është mbyt ajo kafsh ose ai shpend, atëherë nuk e han. Po ne nuk shohim, ne e dim që ato therën. Në për fabrika i therin me... Vendet që therën, thertorët e ndryshme, atëherë lejohet me lejen e Allahut azza wa jall, sepse ne kemi halal hajen e ehlul kitabit. Tamam. Kjo është. Por jetoj në mërgim, e kam çikën me nevoja të veçanta, nuk ec as nuk fol dhe është me epilepsi. A mundesh më kallëzu qysh mund më u lut, se në çdo namaz bëj dua për me shëru. Të lutem mush më kallëzu qysh më bë dua, qysh më u lut. Fillimisht Allah azza wa jall inshallah e shëroft i dhën shërim të plot ya Rabbul Alamin. Njeriu asnjëherë nuk do ta humbi shpresën te Allahu subhanahu jalla jalalu. Allah azza wa jall ka fuqinë e madhe. Allah azza wa jall kur thot diçka bën dhe e bëhet. Ne si prind dhe ajo si prind asnjëherë nuk do të dorëzohet. Ti lutet Allahu subhanahu jalla jalalu me emrat e tij të bukur, ti lutet Allahut azza wa jall sinqerisht, ti lutet Allahut azza wa jall me fjalët e zemrës së saj, që dalin që burojnë nga zemra e saj, ti kërkoj Allahut azza wa jall atë çka ajo kërkon. Domethënë fjalë të dalin prej zemrës së saj. Unë kisha këshilluar që sidomos kur është në sejdë dhe sidomos gjysmën e dytë të natës të lutet sa më shumë bëj namaz natë, ti bëja 2 rekat namaz dhe ti lutet Allahut subhanahu jalla jalalu, mos të ndalet prej lutjes. Detyra jonë është më u lut, përgjigja Allahut azza wa jall si vjen përgjigja dhe kur vjen përgjigja, ajo prap ne duhet jemi të razi ose të jemi të kënaqur me Allahun subhanahu jalla jalalu, pavarësisht çka lloj përgjigje na vjen me këtë dynja. Pra, e para gjë, inshallah Zoti e shëroft, i dhon shërim plot, mos të ndalet në dua, lutu me duan e shpirtit tënd, e zemrës tënde, Allah azza wa jalla din hallin edhe dertin edhe sikletin tënd. Lutu sa më shumë sejdë dhe lutu natën, fal namaz natë dhe ka për atyre dietarëve, duke u bazuar në ajete kuranore që para se më u lut, nëse don që Allah azza wa jalla inshallah ta pranoj duan, është mirë t'ja për sadaka, pastaj e lutesh, Allahu taala e di më së miri. Mesh. Pak se 1 minutë, kështu që po mbyllet. Okej, Zoti ju rujt, kalofshi mirë, ma bëni Allah të radhë, inshallah shifemi radhën tjetër. Selam aleikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.